Komuna e Gjakovës për të përkujtuar 17 vjetorin e rënjes heroike të dëshmorit Ilir Soba organizon një akademi përkujtimore. Në mungesë së parë së qytetit e cila gjendet në udhëtim zyrtar, fjalimin e saj e lexoi këshilltari i saj Aleta Varshiku. Ndër të tjera në fjalën e saj u tha se mungesa djelmoshave si Iliri nuk kompenzohet, por që këto figura duhet të na inkurajojnë që të punojmë për zhvillimin ekonomik, shoqëror e tjera. Mungesa djelmoshave të tillë është gjithsesi e rëndë dhe e pakompensueshme. Prandaj ne duhet të kemi motivin e përhershëm, që duke kujtuar figura të tilla të lartësuara, t'ia vëni vetes disa obligime. Shtetin, lirinë, zhvillimin, integrimin, sepse ndryshe nuk shpaguajmë hakun dhe nuk i nderojmë siç duhet më meritorët ata që u flejuan për lirinë. Agron Kryeziu në emër të Brigadës 137 e veçoi dëshmorin Ilir Soba si një djalë të qetë dhe inteligjent, por mbi të gjitha luftëtar të lirisë. Iliri u bashkangjet ndër luftëtarët më të parë të lirisë. Ju bashkua komandanti Dramoshardine. Iliri e vazhdoi luftën të tëtë ku kishte nevojë në gjitha pikat në rrafsh të Dukaxhinit. Asnjëherë nuk thonte jo, ishte i vendosur, djali qetë, por edhe shuhej si një luftëtar i mirë. Ndërkaq Mazlom Soba, baba i Ilirit, shprehu falënderimin për Kuvendin Komunal të Gjakovës për organizimin e kësaj ceremonie, në veçanti kryetaren Mimoza Kusari Lila. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë përkujtimore të birit ton Ilir Soba. Në veçanti iniciatorin e këtij tubimi, Kuvendin Komunal, përkatësisht zonën Mimoza Kusari Lila. Ju falenderoj të gjithëve. Paraprakisht u bën edhe omazhe në varrezat e qytetit gjithsesi pranvarit të dëshmorit Ilir Soba, ku ishin prezent zyrtar komunal dhe të partive politike, si dhe qytetarë të cilët mbajtën 1 minutë heshtje dhe vendosen kurora me lule.